Debatit për përkatësinë e figurës historike të Goce Delçevit i është thuar një element i ri, përderisa mosmarrëveshjet midis popullit maqedonas dhe atij bullgar rreth asaj se cilit i takon kjo figurë po thellohen gjithnjë e më shumë, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti është rikthyer tezës së tij se Delçevi mbante plisë të bardhë që është pjesë e veshjeve tradicionale shqiptare. Duke përkujtuar për vjetorin e vdekjes së tij, Ahmeti ka publikuar në Facebook një shkrim të cilit ja ka bashkangjitur një fotografi për të cilën pretendon se aty shfaqet Delçevi me pjesë të bardhë, ndërsa ka ndarë edhe një shkoputje të përshkrimit të figurës së Delçevit nga ana e biografit të tij Pejo Javorov. Plisi i bardh Arnaut me shall të zi, i mbështjell përreth, e mbulonte jashtë shumë kokën, palltoja përhin prej shajaku, tyrqet e përhimte prej shajaku dhe çashiret me ngjyrë are të përveshura deri në gjunë në opingat e shtrënguara, i shuante format e drejta të një figure mesatare, qepeja e përhimte mbyllur, e veshur vetëm në krahun e majt, gjysmën ngjeshur dhe tërhequr deri në gjysmën në të djathtë, i jepte veçmas bukuri hyjnore gjithë shfaqjes së krenarisë, me kam, revolver dhe brezorën në fishek në bel, me maliherin e hedhur mbi sup, gocja i ngjante një perëndie kaçake. Ahmeti ka thënë se Delçevi ishte revolucionar i njohur, jeta dhe vepra e të cilit do të duhej të ishin mësim edhe për klasën e sotme politike. Unë e kuptoj botën si një garë të kulturuar mes popujve, ishte deviza e Delçevit, ka thënë Ahmeti. Kjo nuk është hera e parë që Ahmeti bën pretendime të këtilla. Në vitin 2020 gjatë një tubimi partijak, pa deklaruar se Delçevi bashkëpunonte me patriotët shqiptar dhe mbante fjalën për atyre me plisë të bardhë. Kujtojmë se Goce Delçev konsiderohet si një ndër heronjt më të mëdhej të kombit maqedonas. Ai ka marrë pjesë në lëvizjen maqedonase revolucionare, ndërsa mbetet udhëheqësi më i shquar i organizatës revolucionare maqedonase, të cilën VMRO-DPMN-ja e sotme e konsideron si pasardhëse ideologjike të saj. Në historinë e sotme të Maqedonisë, Delçevi konsiderohet si apostull dhe zemra e Maqedonisë revolucionare, ideolog, organizator dhe udhëheqës i lëvizjes revolucionare maqedonase nacional çlirimtare në fund të shekullit të 19 dhe në fillim të shekullit të 20. Nga ana tjetër edhe Bullgaria e konsideron Delçevin si një figurë të rëndësishme revolucionare bullgare dhe pikërisht mosmarrëveshjes rreth figurës së tij dhe mosmarrëveshjet e tjera kanë krijuar kontest mes dy shteteve, i cili ka bllokuar rrugën evropiane të vendit.